Aisha radiallahu anha thashte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sillej me mu në mënyrën më të mirë të mundshme. Ndonjëherë thashte edhe garanim bënim gara të caktuara, më ndihmonte edhe në kryerjen e punëve që e kisha. Po ashtu thoshte i qepte edhe këpucat e tina, kujdesej për këpucat e ti. Pra i bënte disa punë që i bën një njeri në shtëpitë vetë dhe i shërbente grosave. Fatkeqësisht jetojnë në një kohë ekspozime. Shumica e lumturisë mundohet me u tregu nëpërmjet fotove të caktuara, nëpërmjet nejave të caktuara, dhuratave të caktuara, e që pastaj pas përfundimit të asoj videoja, asoj foto, asoj dhurate, fatkeqësisht kthehet ajo përditshmëria një dhunë psiqike, qoftë ndaj bashkëshortit, qoftë ndaj bashkëshortës, e bërë ose prej burrit ose prej gruas, se ekspozimi i tepërt e rëndësishme është bo që na më duke të njerëz të mirë. E qysh që ndrojmë realisht, kjo fare ka pak rëndësi. Ndërsa tek gjeneratat e para, tek jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e rëndësishme ka qenë për me qenë mirë. E pastaj edhe nëse del diçka për i kësojna, e marrën vesh njerëz, përfitojnë për i kësojnë, nuk ka asnjë problem. Po jo me kon e kundërta. Andaj lësë secilin motër që ndëgjon këtë ligjërat të mundohet të sillet mirë me burrin e saj, po ashtu e lësë secilin vëlla që ndëgjon këtë ligjërat të mundohet të jetë i mirë me gruan e saj, se i dërgoni sa më thot khairukum li ehlihi wa ana khairukum li ehli. Më i miri për ju është ai që është më i miri me gruan e tij, edhe unë jam më i miri me gratë e mia. Pra kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na porosit të jemi të mirësjellshëm me gratë tona.